Tregu që ju përmendët është e drejtë, por ajo ka të bëjë me efektin tonë. Ajo ka të bëjë vetëm me efektin tonë. Në shtregtime, ku ti marrin? Jo mor zotri, siç e gjeu lekët me fajde, investimin... Po qa biznesmeni e ti? Po ti që do lekët? Unë që dua lekët e për vetën time se kam punuar. Po mi mbaj aty kot më zbirje. Mbaj aty shikoj shpia ta. Interesante kjo E po ndërtus me lekët e tjerëve nuk kam paru, vetëm Po pra po sepse... Mesazh pa fruta. Jo, pa fruta, po është krahasus. Spaku ka sekuestruar pronat e të cilat janë të qytetarëve. Një pjesë janë e qytetarëve, janë me parat të ndershme, një pjesë tjetër po hetohet. Ti shofi këtë çështje me problem, sepse kjo kompani sot që sekuestrohen e kanë një administrator që po punojnë. Realisht ato po punojnë. Dhe kësaj bi si që nda gruan nga tjetëri, të ashtë mbaj gruan, si që mbante i, ti duhet të mbash më mirë. Pra, ti e hoqe këtë administrator, po, këtë që merë, duhet të mbash më mirë, dhe 15.000 dhe qytetarët të marrin frutet e punës vetë. Pra, ato kanë punuar, të mos ngelen borë, sepse ligji i bitë mos morin asë i gjo atë me këtë teori. Ligji të atat morin shpinë. Pastaj e dëgjo, kush do flasi qik për këtë çmendurin e këtyre çmimeve? Që është këtë çmim 15.000 euro në Tiranë, ma? Qa janë këto më këta janë çmend fare, ma? Sepse është para e pisën që e blenë. Po janë çmendur fare, ma, po. Edhe kur shkon të pyesësh nuk ka të Ali, keno një mesazh. Ja, një sekond se ka... Sa apartamente ke shqit me 15.000 euro? Qeveria duhet krijoj një agjensi. Mu përgjigj të lutem, sa apartamente ke shqit me 15.000 euro? Unë punoj real estate, nuk e di. Jenë ndërtues. Ai vetëm i bën dhe i shesin tjerë. Qeveria duhet ndërtoj një ndërmarrje, t'ja vëmë emrin ndërmarrje, ose agjensi, si duan, po unë jam tek pjesa e ndërmarrjeve shtetërore, të cilat përfundojnë... Kooperativ, thua ti? Po pra, jo kooperativ. Ashtu është me sistemi kooperativ. Jo me dashëro. Një ndërmarrje e cila përfundon të gjithë, do me thënë të jetë shteti që të lidhi kontratat me palët për të përfunduar të gjithë të objekte në kohën kur është përcaktuar në lejen e ndërtimit. E pa rritshme. Vetëm bëhet më shumë e tjerë. Mos ngelet ngrohtë. Dhe në fund të ditës, edhe kur ndërtuesi e ka shitur të gjithën dhe pjesa e parave është shpenzuar apo nuk është sekuestruar e gjitha, shteti jetë garantor që ta fusë këtë shumë dhe ta përfundoj objektin, do me thënë 100% për të garantuar sigurinë e qytetarëve.